Imprimat të nderuar shikues se ju adhurues të basketbollit, ju përshëndes direkt nga palestra Sezai Suroj në Prizren me derbin e qytetit të Prizrenit. Bashkimi Proton Cable Prizreni do të takohen sonte në një ndeshje e cila pritet të jetë interesante. Po e shohim pesën startuese të ekipit të bashkimit. Smith, Bunjako, Cobus Green e Zeqiri startojnë tek Portokalli Zinjët. Në anën tjetër tek skuadra e Proton Cable Prizrenit, pra startojnë Johnson, Beck, Kreziu, Shala dhe Smith. Shala dhe Cobus për topin e parë, i cili shkon në duart e Max Smithit, i cili paraqitjet e tia nuk është në atë maksimumin e vetë. Vijnë pikët nga Eric Cobus, i cili si që edhe McInnes nuk u paraqit javë Morina, teksa as në këtë ndeshje nuk ka qenë i gatshëm tjetë i pranishëm dhe shkurtër. Valion Bunjako e merr top, niset në kundërshton Max Smith, i realizon Smith, Shala, gjuan për 3 pikë, drillon Shala, realizon Johnson, Lejson Zeqiri, deri në fund, Lejson Zeqiri, lëvizje mjaft e mirë e tij, kalti në kërcim Lenzel Smith, shkon deri në fund, super ngulitje Lenzel Smith për të barazuar gjithçka në 8-8. 3 pikë nuk e lejoj të realizon kundërsolm ka ndodhin tek Smith. Edo Kreziu për 3 pikë realizon për të rikthyer avantazhin. Smith lirohet, do të shkon deri në fund, nuk i komplikoi gjërat edhe pse në sulm tentim për 3 pikë realizon Jordan Johnson për të rikthyer edhe një herë vërsi në anën e skuadrës së Proton Cable Prizrenit. Smith tek Williams, do të tenton për 3 pikë realizon Williams. Finalizimi teksa Zekici tek Williams, do gjuan edhe një herë për 3 pikë. Edhe një herë tek Williams, 3-3 për 3. Në e fundit të çerekut e parë, topi vjedhur nga Valion Bunjaku deri në fund, mbrojtje e mirë e tij. Në çerekun e parë Williams, edhe një tjetër treshe. E vjedh topin kësaj radhe Lenzel Smith me një tjetër super ngulitje. Dhe shohim edhe një herë ngulitjen Green. Lejson Zeqiri për 3 pikë qëllon edhe Lejson Zeqiri. Gjenet Mon Kreziu në gjuan për 3, nuk qëllon Terwell Beck në kosh, deri në fund realizon dhe ndalet edhe me personale. Në mbrojtje në anën tjetër Jordan Johnson në mesin e 2 lojtarëve. Tentimin e Cobus ta marrë top. Jordan Johnson, tjetër slalom i tij. Jordan Johnson në anën tjetër bllokohet nga Max Smith. Prizreni plus 9 ishte bashkimi. Smith nga gjysmë distanca nuk ka pikë. Asgjë s'po ecën tek bashkimi. Edo Kreziu në kundërsolm. Terwell Beck, Jordan Johnson, gjuan për 3, realizon Jordan Johnson. Smith e gjen debërtimin më në fund, realizon debërtim Max Smith. Topi vjedhur i ekipit të bashkimit në kundërsolm, blokade, drillon Shalës. Proton Cable Prizrenit e mban një fitore shumë të rëndësishme. Në pikë realizuara Max Smith për 3, realizon, barazon gjithçka. Çereku i parë ka ndikuar tek Ngesa e ti ndikoj blokade Eric Cobus. Blokade monstruoze e ti. Do të shohim edhe një herë Eric Cobus. Nuk e li. Do të tenton për 3 pikë Dirk Williams. Edhe një herë treshja e tij e 5. Smith do gjuan për treshe, realizon Lenzel Smith. Zeqiri deri në fund, Zeqiri kësaj radhe arrin të qëllon. Valion Bunjaku, Williams për një tjetër treshe. Dirk Williams. Dhe sa rikthehemi pas pak me 3 minuta e 36 sekonda. Dirk Williamsin e kthen topin tek Max Smith, gjuan për 3 edhe Max Smith. Kujdes.
Në anën tjetër vjen dëpërtimi i lehtë kësaj radhe. Edo Kreziu i rëshqet topi, Max Smith e merr, shkon deri në fund, realizon dhe do ta ketë edhe një personale. Iku topi nga duart Edmond Kreziut. Green dëpërton deri në fund, realizon, vazhdon ekipi Bashkimit një vishuar. Vendovin të Meriton Ismaili edhe ai gjuan, është dyshe ka shkelur vijën. Wendell Green, Max Smith, nga ana kundërt realizon, daljet me personale. Johnson daljet në gjysmë distancë, qëllon këtë qerek të katërt. Lenzel Smith qëllon, daljet me personale, do ta ketë edhe një gjuajtje të lirë. Bunjaku deri në fund, Valon Bunjaku. Copes deri në fund, arrin të realizon dhe të Jordan Johnson në anën tjetër, gjuan për treshe, është i sakt. 23 pikë të ti, 5 treshe. Bukur tek Dirk Williams, asistim perfekt, shja e parë sonte. Ka bi vjedhur i Wendell Green, që do të shkon vetë deri në fund. Mont Kreziu për 3 pikë qëllon. Williams, lëvizje fenomenale e Dirk Williams. Lëvizje mashtruese, kinse po e pason prapa shpinës të Kerry Copes për Jordan Johnson tek Nigja që do të gjuan për 3 pikë. Erio Nigja realizon treshe. Gjerë është aty, merë vetë atë kërcim, nën kosh, shkon vetë dhe i në fund, e realizon pikën e tij të 15. Trajnerët dhe të pajtohon me këtë rezultat, definitivisht ishte qereku i tretë vendimtar, shpërtimi i Bashkimit 31-5 në atë qerek.